Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Flutura Açka është një nga ato deputetët e Partisë Demokratike që parashikoi humbjen e kësaj partie në zgjedhjet e 11 majit. Me profesion shkrimtare, ajo disa herë ka qenë kritike e madhe e zhvillimeve në Partinë Demokratike. Por vetëm një gjë nuk ka bërë Flutura Açka në gjithë karrierën e saj politike. Nuk ka bërë asnjëherë kompromis me parimet e saj. Ajo ka qenë konsistente, madje mund të thosha me këtë pozitë ka qenë në shumë raste ka qenë dhe vetëm. Sot që ka ndodhur ajo që quhet gjëm në Partinë Demokratike dhe në gjithë opozitën shqiptare, pra mbas 12 viteve në opozitë, duhet të shtohen edhe 4 tjerë, në 16 vjet në opozitë, Flutura Açka ka një moral të lartë për të folur, pikërisht për atë që ajo parashikoi shumë vite më parë. Unë kam kënaqësinë sot të kem Flutura Açkën në emisionin tim Dekalog të ftuar për të ndarë gjithë mendimet e saj për atë që po ndodh në Partinë Demokratike dhe në gjithë opozitën shqiptare. Zonja Açka, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit shumë për ftesën. Dhe për mua është kënaqësi që të kem për herë në emisionin tim, ashtu sepse ke mbetur nga të rrallët njerëz siç ke qenë këtu e gati 25-30 vjet para që të kam njohur. Në redaksinë e Albaniës te koha jone, nga si jemi takuar bashkë. Të maj mend, i thash kolegëve gazetarëve këtu të stafit që Fluturën e mbajnë mend atëherë kur e shkruante bashkë emrin dhe mbiemrin. Po, shumë herët. Shumë herët, po, ka ndryshuar shumë, ka kaluar shumë ujë, por ja, takojmë tani unë në rolin e deputetës, por kam etur një shije, sigurisht këto ditë kam qenë e trishtuar, pse ta fsheh. Sepse nuk kam asnjë përgjegjësi, por kam shumë përgjegjësi. Pyetja e parë, zonja Açka, në momentin kur po shikoje projekcionin që Partia Demokratike po humbiste, çfarë të erdhi në mend? Kam përshtypjen se nuk shoh fakti që nuk është perceptuar si një gjë dramatike, që duhet të jetë një gjë dramatike. 16 vite do të bëhen mbas 4 vitesh që Edi Rama është në pushtet, pikërisht personazhet që e telendisin në thonjza gjithë ditën, gjithë fushatën, kemi kaq vite, ja dim gjitha ulje ngritjet, qeverisit si ti, ja dim gjithë shka dhe çfarë ndodh në prapavi, tani dim dhe prapavi, në çështja është pse nuk ka një reflektim, nuk shoh një reflektim, nuk shoh askënd prej kolegëve të mi, dhe paktën do të hyjnë 42, mos më shumë deputet nga Partia Demokratike, bashkë me pjesën tjetër të opozitës do thot 50. Nuk shoh asnjë moment reflektimi. Njerëzit që para një jave e shqyenin ekranet në kuptimin e mirë të fjalës, shqyenin ekranet për të thënë që ja jemi këtu për qëndrimet e tyre, nuk i shoh ndoshta do kohë të perceptohet se ajo çfarë ka ndodhur. Por sigurisht jam e shqetësuar më shumë për atë që do të vi, se sa për atë që ka kaluar, sepse ajo që ka kaluar në një farë mënyrë është tatuazhi asaj që kanë dizenjuar vetë. Unë do të kërkoj ndjes për një ndërprerje të vogël për publicitet. Unë falenderoj Institucionin Monetar Manigram Akinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni pagesave për shërbim, Manigram risjell shorteun për klientët e tij. Klientë të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do kryeni më datat 14 prill deri më 14 korrik në shërbim të Manigram në çdo zyrë dhe agent Akinvest do t'ju mundsoj të bëni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në dila shqiptare në televizionin Klan më 20 korrik 2025, pra më 20 korrik 2025. Sa më shumë oferta me Manigram dhe aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njëri si pjesëmarrës në shortem nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj. Sapo të kryeni transferin e tretë ju kualifikoheni dhe si pjesëmarrës në shortem nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigram Akinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Zonja Açka, në fakt kjo që thatë ju është shumë e vërtetë, por një pyetje e thjeshtë. Ore, si ka mundësi që kur ka situata të tilla gjithmonë në Partinë Demokratike janë në pakic ata që kanë të drejtë dhe shumica mbështet të gabuarën. Në këto 35 vjet kjo ka ndodhur gjithmonë. Këta nuk e themi dot në mënyrë absolute, por të paktën në rezultatet e këtyre zgjedhjeve ose të paktën me ato çfarë ka ndodhur 4 vitet e fundit që unë kam qenë e pranishme, dua të flas me sigurinë e njeriu për këto 4 vite, kam qenë shumë pranë ngjarjeve që kanë ndodhur me Partinë Demokratike. Ndoshta edhe duke marrë pjesën e përgjegjësisë, por them, ndoshta duke pasur parasysh këtë përgjegjësi pata dhe drojen të isha pjesë, ndoshta me këtë ndjeshmërinë
që ne po shkonim drejt humbjes, ne e dinim që do të humbnim, ne kishim pranuar që do të humblin. Ju nuk kishit pritshmëri? Unë kam qenë në dyshim të madh nëse do të fitonim. Nuk e di a do të humbnim, por tani e kuptoj që ne nuk është çështja vetëm ka fituar Edi Rama, por mes asaj që ka fituar Edi Rama, ka një dozë shumë të madhe të asaj që kemi humbur ne. Do thot, me gjithë njohjen që kam unë, mënyrën se si i bën fushatat Edi Rama, po them tani fushatat Edi Rama, por PS-ja në përgjithësi, duke ditur fushatën, duke reflektuar mbi fushatën e vitit 2021, duke krahasuar me vitin 2025. Edi Rama hyri në këtë zgjedhje me një fardroje. Fakti që këmbguli për votën e diasporës, pra ai projektoi një gjë që i mungonte. Pra unë e besoj faktin që Edi Rama dyshoi nëse do të ishte fitore, do të kishte një fitore absolute. Kam përshtypjen sepse dhe Edi Rama vetë është tronditur, jo ai, po qeverisja e tij, për këtë fitore kaq të dukshme, kaq edhe të dhimbshme për demokratët. Sepse është pikërisht kjo pjesa që thash, ka humbur Partia Demokratike. Nuk e di a ka kuptuar apo e kupton leadershipi i Partisë Demokratike që pranoi të hynte me këtë lloj tatuazhit të humbjes në zgjedhje. Zonja Açka, a mund të rendisni me pika pse humbi Partia Demokratike? Shiko, ka shumë. Unë kam renditur dhe dua ndoshta edhe një shkrim, jam duke përgatitur një shkrim, megjithëse nuk e di a jam njeriu që i parë që duhet ta them këtë gjë, a është momenti, a është koha, a duhet presim, por fundit kam pyetur këtë ditë veten time, kaq pak ditë, a ka kohë pritje Partia Demokratike, a ka kohë pritje më opozita në këto kushte, nëse do të vazhdoj akoma të fshihet pas gishtit, sepse në kaq pak ditë vetëm është fshehur pas gishtit dhe nuk po shoh akoma një lloj reflektimi. Pra, duke nisur që nga, po them, kryetari i Partisë Demokratike, leadershipi në gjithë piramidën, gjithçka i është lënë Facebooku, gjithçka i është lënë demokratëve të thjesht për typur, për ta tretur, dhe nuk shoh asnjë, nuk shoh as në televizione, nuk shoh ndonjë qëndrim zyrtar të Partisë Demokratike në lidhje me humbjen. Ka, po në lidhje me humbjen. Një analizë në lidhje me humbjen. Na ka vjedhur vota thonë? Po, sigurisht që ka vjedhur vota. Ka vjedhur vota, po edhe me një lloj dorzanie tonën, që hyn te pjesa e analizës, që kërkon një analizë shumë të gjatë. Unë kam analizuar, po them, mbi 30 arsye pse ne kemi humbur. Ka 330 arsye pse ka fituar Edi Rama. Por ka një 30 arsye, ka një 30 arsye pse kemi humbur ne. 30 arsye? 30 arsye. Tani, mua sa do më thuash? Unë do përpiqem të them disa. Atëherë, një. E para, për mua ishte e gabuar që gjithë, po them, retorika e zgjedhjeve u përqendrua e gjitha tek Sali Berisha. Ne bëm të njëjtin gabim që bëri dhe në 2021-shin Lulzim Basha. E përqendroi vetëm te vetja e tij. Domethënë, këta nuk po mësohen dot. Sigurisht kjo është mjeti më i fortë që ka Edi Rama, sepse Edi Rama nuk ka edhe nga natyra që ka, por edhe për një lloj egocentrizmi që ka, është një lloj narcisisti dhe nuk do të ketë të tjerë rrotull të dukshëm. Megjithëse e shikoj, në momente të caktuara punon me grup dhe ka një grup të vetin sigurisht fort. Kurse PD-ja nuk e ka luksin e kësaj gjëje. Detyrimisht do të punonte. Unë për veten, flas për vitin 2021, kam qenë prezente në media sepse jam njëri që merrem me median, kam 30 vite dhe është media që më shumë më kërkon. Gjithë gazetarët do të kenë. Kjo ka qenë lidhja. Nuk është se mua partia ma ka kërkuar këtë gjë. Si pjesë e asaj stolie, po them që kishte partia një grup. Po t'ja që lëndor pas partisë nuk çonte fare ty në përmend. Për këtë po them. Do të them partia vetë do të kuptoj stolinë e vet ta bëj pak, Arturinë e vet ta bëj pak më të dukshme. Partia Demokratike nuk e bën këtë gjë. Nuk e bëri as zoti Berisha. Ndoshta mund të jetë arsyeja sepse zoti Berisha e dinte kë kishte vënë në lista, e dinte kë kishte dhe nuk kishte më mundësi po them, ti publikonte, ti promovonte, ti nxirrte si stolinën tryez që sa kushton ky, në kuptimin figurativ të gjërave. Arsye dytë këte. Këtu jam futur dy arsye të tjera, po them. Gjithë retorika ka qenë e ngritur, jo retorika, po dhe sjellja politike 4 viteve, ka qenë ndërtuar mbi alibit. Të mos harrojmë çfarë ndodhi me Vulën. E gjitha muri që ngritëm ne, është mur alibish.
nuk është asgjë e vërtet. Ne prapasken, dhe shqiptarët e kuptuan më mirë se sa ne. Unë mund të jem njeriu për shkak të asaj dozës idealiste, jo naive, jam naive. Jam idealiste, besoj tek tjetri që nuk gënjen. Po, mua është shumë e lehtë të më gënjesh sepse unë besoj tek njeriu. Kur më sheh në sy dhe gjen. Po këta të shohin në sy dhe këta gënjejnë. Ky është problemi. Dhe unë më ka ndodhur disa raste. Kush gënjen më shumë aty në PD? Ka shumë, po më shumë gënjeshtari mas, nuk di të them sakt. Po më thoj 2-3 pastaj. Se di, për shembull një nga ato ka qenë kryetari i grupit që gënjente hapur fare. Gazmet Bardhi. Gazmet Bardhi gënjente hapur fare. Rrim pak këtu tani te Gazmet Bardhi. Se do të merrem me emra, se nuk janë të rëndësishme. Jo, do merremi me emra dhe me mbiemra. Po mirë, nëse ju dëshironi, po. Se do kthehemi te pikat, po. Me Gazmet Bardhin ke një histori, edhe dashuri, edhe nuk po them urrëtie, po shiko. Po një vlerësim e ke bërë për. Po. E kam thënë heroi. E kam thënë heroi im gjatë fushatës elektorale të vitit 2021. Po ç'ndodhi me heroin që u bë heroi? Ja ta them se ç'ndodhi. Po, ja. Ndoshta. Po, nxirre, lutem. Në Ledwall. Ja një sekond. Po. Heroi. Po, e pranoj. Kam pas atë bindje. Kemi punuar bashkë në fushatën elektorale të 2021-shit. E mendoj, kam besuar që edhe gjëja më dramatike ka qenë një mbrëmja 21 prillit të vitit 2021, kur na ndodhi vrasja në Elbasan, e keni parasysh? Po, një nga gjërat më të rënda në zgjedhje. Po, edhe në jetën politike të Partisë Demokratike, po dhe të vetë të Gazmet Bardhit, dhe atë mbrëmje kam patur një lloj, të them drejtën, ja kam thënë diku tjetër, po do ta them siç e kam ndier atë mbrëmje. Po, patjetër. Nuk doja të largohesha aty, shkoja në shtëpi, të shtëpia prindërve, sepse nuk doja ta lija vetëm, sepse ishte një mbrëmje shumë tragjike. Na ishte vrarë një qytetar shqiptar. S'ka rëndësi për çfarë. Ishte shumë tragjike. Dhe njerëzit që ishin përfshirë, disa prej tyre edhe pjesë e bandave, ti themi gjërat, mund të ktheheshin në atë, po them, në atë sipër, mund të ktheheshin me karikatorë dhe të drejtoheshin zyrave të PD-s, kur nuk e dim se çfarë ndodh. Më kupton në nxemje e sipër. Dhe thosha, edhe sikur të kthehen me automatik në duar, le të më marrin mua se unë kam kry punë. Po, unë do të shpëtoj. Po, jam para Zotit. E bëre këtë sakrificë? Jo, e bëja, do ta bëja, e kisha menduar edhe këtë sakrificë që një djalë i ri të vazhdoj kauzat e mëdha, siç mendoja unë. Ky është kauza. Po tani çfarë ndodhi zonja që me këtë? Se kjo fjala, më fal një sekond. Po. Fjala shpirt bukur. Po. Nuk shkruhet për çdo kët. Po sepse edhe ai vazhdon të jetë shpirt bukur. Këtë çështja e shpirtit nuk e vjen në të lutem mos më zgjinjek. Ja ta shpjegoj. Tani me djem të tillë të pastër, të qeshur, të mençur, shpirt bukur. Tani më i thën Gazbardhi shpirt bukur tani. Ja ta shpjegoj. Gjëja që kam kuptuar te zoti Bardhi, fillimisht e mora si një lehtësi, iku për shkak të lehtësisë që kishte. Jo, zoti Bardhi e ka ditur çfarë po ndodhte. Ka qenë brenda. Ka qenë pjesë e lojës, të cilën unë se kam ditë. Unë kam besuar fasadën. Këta din bukur të shesin fasadën. Din, janë mirë. Atëre nuk e shpirt bukur, thënë. Nuk e kam ditë, pra po them dhe vetë, kam besuar në gjëra idealiste. Më zhdukur, jo, s'kam qenë naive, kam besuar. Më që njëri idealist që hyja në politik, mes mjeshtrave të gjithçkaje, se këto janë mjeshtra të gjithçkaje, nuk janë vetëm mjeshtra. Po flas për zotin Bardhi. Si e bëri, më shpjegoj edhe një herë. Gazmet Bardhi çfarë bëri? Kam besuar që zoti Bardhi do t'i qëndronte, paktën deri në zgjedhjet elektorale të 2023-shit. Në zgjedhjet vendore. Unë kam besuar që kjo fryma reformiste që filloi, mendoj se do të qëndronte dhe në krye në një farë mënyrë ishte zoti Bardhi, ishte zoti Alibea, ishin dy zonja, zonja Duma, zonja Tabaku, do thot, ishin disa njerëz që mendoj se e vlenin të sakrifikoje dhe të qëndroje për këto principe. Por e kuptova shumë shpejt që Partia Demokratike nuk ishte, dhe ja kam thënë dhe në një studi, kam thënë dhe në një mbledhje, nga ato mbledhjet e shpeshta që bënim në atë kohë, si ishim në kohë e qakeqesh, Partia Demokratike ishte në kohë e qakeqesh. Këte ishte sulmet e pareshtura të zotit Berisha dhe të shpurës e tij, të asaj fryme bereqiste, në të drejtën base, në të drejtën e tyre, dhe këte ishte kjo gjë që unë mendoja duhet të kishte ardhur të koagulohej dhe të krijonte, të qëndronte që të mblidhte demokratët, jo kundër, jo si një betejë kundër Berishës, po si një betejë për të sjellë një frymë të re në Partinë Demokratike, gjë që nuk po ndodhte në sytë e mi. Kështu që arriti një moment dhe e pash në një nga mbledhjet tona të kryesisë,
u kam thënë shprehimisht para se të merreshin vendime për zgjedhjet e vitit 2023, nëse do të hynim apo jo me kandidat në zgjedhje. Dhe kam thënë, unë pa kandidat nuk hyj në zgjedhjet elektorale, sepse kam zor para shqiptarëve kur të kërkoj votën dhe t'u them, zotëri, unë e dua votën për Partinë Demokratike dhe pyetja e parë që do të më bëj, qytetari do thotë, zonjë, për kë do votoj? Apo jo, unë pa kandidat në fushat, ju më në leni pa pamje, ju më keni nuk shkoj dot. Dhe thashun, mbasi ndodhen disa përplasje, jo me kandidat, jo pa kandidat, filluan të sabotohen linja e të ardhurit me kandidat, e prezantimit me kandidat në zgjedhje, kam thënë shprehimisht në mbledhjen e kryesisë. Në këtë parti nuk që nga vetëm një jud, edhe Bibla një jud ka, se nuk mandot më shumë. Tu pas ka më shumë. Po. Kjo që nga shumë rëndzoj. Edhe Zoti Bardhi më tha, çon këtë shprehje që përdoren në një mbledhje kryesie. Rezultoi që kështu doli. Por unë nuk e dija që loja ishte edhe më e madhe se sa një mbledhje kryesie, ku unë përpiqesha të shpjegoesha që politikani kur hyn në politikë, e qoftë me karrierë jashtë, ka një fytyrë dhe këtë fytyrë dëshiron ta ruaj. Unë isha nga ata njerëz që kisha zgjedhur ta ruaja, pra të mos bëja boks, të mos bëja luftë për të qëndruar në politikë me çdo lloj forme që kërkonte politika, po doja me atë qëndrim që kisha. Se doja të largohesha siç kisha hyrë. Tani, me që ngesëm tu te Bardhi, sepse unë duhet pyesja për pikat, po për ta mbyllur këtë diskutimin me Bardhin, lutem regjia atë videon kur zonja Açka ka një sentencë shumë domethënëse aty në komisionin e me audio, të lutem se s'kemi audio. Okej, të nderuar koleg. Do këtyre këtu, nuk të nderuar koleg. Siç e keni parë, siç e keni çelën me bandat me pasant. Mos u bëj pasant, e di si Suel çelës me bandat me pasant. E di shumë mirë ti e di shumë mirë. Ti e di shumë mirë me fluturatën, çfarë më ka ke. Ti e di shumë mirë me fluturatën. Çfarë më ka të shke. Mos u bëj pasant. Më ka të detyruar. Mos u bëj. Të nderuar koleg. Shkel mbi vota e demokratëve. Mos shkel opozitarë. Të nderuar koleg, kjo është mbledhja e parë e sesionit të vitit 2024. Besoj mjafton, mund ta do thënë e para njerë unë po të shohem pak, edhe të shtrëngoj dorën kështu si burnesh, sepse të rrish aty edhe t'i kthesh në atë formë, atë qetësi që ke bërë ti aty, me thënë drejtën Fluturatshka, bravo qoftë. Nuk ta dhash dorën dot atë ditë, kemi komunikuar bashkë, po kjo qetësia jote është për t'u admiruar. Edhe sikur ti kishe gabim, prap ti ke drejtë. Jo, unë kisha të drejtë, pse kisha drejtë? Jo, flas, ajo që ti ke bërë. Mënyra si erdhen ishte fyse. Sikur të më kishin dërguar një SMS, le të vërtetojnë, që më kanë dërguar një SMS në mbrëmje. Flutra, mos e hap komisionin të nesërmen, sepse na prish punën neve opozitarve. Njerë unë kisha pjesë e projektit tyre dhe nuk dija asgjë se çfarë ndodhte në projektet e tyre, në planet e tyre. Apo jo, nuk kam qenë një fryme tjetër, që kam thënë dhe në parlament dhe në komisione, unë do të zbatoj kushtetutën. Aty jem për të zbatuar kushtetutën. Jam betuar në kushtetut e do dalë ashtu, me ato lloj principe. Gjithsesi, nëse do të më kishin çuar, një SMS do thotë që unë duhet kisha reflektuar. Apo ja, para asnjë gjë, se këta erdhën për të më ndëshkuar. Dhe unë këtë nuk ja fal dot, edhe ja thash. Unë as Zotit nuk ja fal të më ndëshkoj mua. Unë ata erdhen dy ish ministra. Kjo më ka ardhur keq. Jo, Gazbardi më shumë se flamuri më i përmbajtur. Jo, flamur nuk ka më i përmbajtur. Flamuri shkulli mikrofonin. Shkulli mikrofonin. Jo, nuk më kujtohet kjo, po flamuri shumë i përmbajtur. Po Gazbardi, nuk më kujtohet. Flamuri pastaj e trashi pak më vonë kur e kuptoi që nuk ishte aq i fortë sa gazi, kur e kuptoi që nuk ishte aq i fortë sa gazi, mas disa orësh reflektoi që nuk ishte qenë aq burr sa gazi. Sepse ç'bëri? Shpirt bukur nuk është ai? Shif si ç'bëri Flamuri. Mbushi televizion në një moment që unë në gjatë intervistave sqaroja se çfarë kishte ndodhur me dy ish ministrat të Partisë Demokratike. Flamuri dilte nëpër televizion dhe thoshte ne nuk do atë shkërojmë parlamentin, nuk do atë shkërojmë PD-n. Në rregull. Ja ku e kanë akuzuar grupin parlamentar, e kanë berishizuar ku diun çat ose në akuzuar edhe partinë, le të fshtojnë me një parti të akuzuar. Unë do ta shkruaja poshtë, e vërtet. Doja të jipja asaj pjesë që më takonte, aty ku kisha hijen time, fytyrën time, portretin. Tani për ta mbyllur fare këtë, si përgjigjesh ti akuzave që
ky qëndrimi yt apo dhe sjellja juaj ka qenë pro ose interferonte me socialistët? Me socialistët. Po. Me socialistët. Kjo është akuza që sigurisht, ai që e din, ata që e din që flirtojnë me socialistët ose din se si flirtohet me socialistët. Më mirë të pyesin, më mirë pyesni, këtë pyetje bëheni socialistë, sepse e din në pastaj Fudraçka opozitarizmin e vet e ka të dokumentuar. Nuk është njëri që bën prapa skena, prapa vija. Unë e kam të dokumentuar. Çdo video, çdo fjalë, çdo qëndrimi imi është i dokumentuar se për natyrë e kam dhe natyrën që nuk rrit dot të mbaj çdo gjë brenda. Ndoshta jam më tepër se ç'duhet, po them, jo naive, s'është naive, por që e sinqert. Po mos kam asgjë për shehur. Unë di një gjë, ajo është fjala e Mark Twainit që e vërteta s'ke nevojë ta mësosh përmend apo jo. Unë kam thënë vërtetën, kështu që asnjë gjë s'kam mësuar përmend. Sa për flirtin me socialistët, s'kam pas nevojë, sepse kam hyrë si opozitare dhe jam opozitare. Unë jam opozitare me të djastët, leren më me socialistët. S'ka. Pastaj janë shqiptarët, e di shqiptarët se çfarë opozitarizmi ka bërë në parlament. Në parlament. Vim te arsyet. Ta mbyll, se më duket sikur e lash pa plotësuar. Po. Ka një gjë shumë të rëndësishme në jetën time. Jo se kam në një jetë askete, në një njeri që ka dëshirë të bëjë një jetë spartane dhe nuk e hyn gjërat. Jo, dhe mua më pëlqen komoditin gjithçka. Por nuk është kjo që e shtyn jetën time. Që të kem punët e rregulluara me socialistët, se për fat mirë, për shkak të jetës që kam, s'kam asgjë për të rregulluar. S'kam nevojë për asnjë gjë. Të vetme gjë që kisha nevojë të provohesha deri në fund. A mundet politika të ciflos ndonjë gjë në personalitet? Kaq. Nëse kam bërë këtë detyrë, që politika s'më ka ciflos asgjë në personalitet, jam e qetë, vdes i qetë. Vim te arsyet, sepse i lam me që u zhvendosëm te çështja e raporteve tuaj me Gazmet Bardhin. Ju dha disa, me thënë drejtë ju tha 30, po një 7-8 i dha te 2-3 të parat, me thënë drejtën. Tani, ju thatë një fjalë që mua më ngeti me du ta treq me piskatore dhe ta vë si titull madje, mungesa e reflektimit. Nga e pristit të, nga kush e pristit? Sepse ju përmend disa emra, se një pjesë aty janë arsimuar dhe në perëndim, kanë një bagazh të mirë, një formim të mirë. Fjala vjen zonja Jurita Tabaku, Ali Mehmeti, që rezultuan edhe më të votuarit. Tani kur i do populli, ky është fakt, nuk është fakti im. Absolutisht. Apo dhe personalitetet tjera në Partinë Demokratike. Nga kush e prej ti që të thonë atje, siç shkruajt i njëri që lideri i ardhshëm i Partisë Demokratike do jetë ai që do shikojë Sali Berishën në sy dhe do t'i thotë Zoti Berisha, largohu. Po edhe nga këta të dy, sepse kanë arsye. Jurita Tabaku dhe Zoti Ali Mehmeti, sepse kanë arsye. Çfarë arsye? Kanë arsye në votimet të mbështetjes që kanë nga shqiptarët që ta bëjnë këtë gjë, sepse Partia Demokratike nuk duhet të ndrequr për njërin ose për tjetrin. Duhet të ndrequr për shqiptarët dhe t'i ketë një përgjegjësi. Qëse ka një gjë që unë kam pas si shqetësim kur e kam parë në kohët e fundit, ka qenë një lloj nevoje për t'i shpjeguar Zoti Berisha që ajo s'ka qenë Zotja Tabaku, s'ka qenë kundra Berishës. Zotja Tabaku ka qenë pro principeve të saj dhe ka mbajtur ato principe siç e ka menduar ajo. Kështu që nuk e ka nevojë këtë lloj përçarje dhe nevojë për shkelje syri Zoti Berisha. Ajo ka qëndrimet e veta. Megjithse kam përshtypjen edhe Zoti Berisha në një farë mënyrë është përpjekur ta kurojë dhe staturën e saj brenda partisë. Çështja është këta njerëz, i pari vet Flamunoka, duhet të kuptojë Flamunoka që ka hyrë deputet sot pa u votuar. Këta njerëz, pavarësisht kodin e kanë justifikuar, e kanë votuar vetë. Vetëm Noka zonë? Jo, po flas për Nokën sepse është sekretari i përgjithshëm i partisë. Dhe sekretari i përgjithshëm, katër nënkryetar partie kanë përgjegjësinë. Pastaj mos shkojmë tek ta. Zoti Berisha vetë. Tani vim te Zoti Berisha. Tu te Zoti Berisha. Qëndrojmë te Zoti Berisha. Okej, do të qëndrojë Zoti Berisha? Po. Shumë mirë. Atëherë garanton, çfarë garanton? Zoti Berisha di shumë mirë që nuk garanton më asnjë gjë. Për 2 vjet, mund të jetë më shpejt, por për 2 vjet ne shkojmë në zgjedhje të tjera. Vazhdojmë ne prapë po këtë lokale, atëherë ne do të humbim edhe ato 3-4 a 5-6 sa kemi komunar që kemi, do t'i humbim edhe ata nëse ne do të vazhdojmë kështu. Tash dikush duhet kujtohet që kjo gjë duhet të shkundet. Unë gjithsej mban mend Zot Qafok, unë kam patur një platformë diku nga prilli i vitit 2022.
vetë nuk kam qenë aktive ato muaj, sepse kam pas me disa probleme personale shëndetësore, por ama qëndrimet e mia i kam thënë qartë, dhe zhbotuar në prill të vitit 2022. Si e mendoja unë, quhet platforma Kurcio, që lidhet me generalin e famshëm Ramak, i cili në momentin që u hap gropa e madhe dhe këto fatthënëset rekomanduan që duhet sakrifikohej gjëja që kishin Romakët më të shtrenjtë, që të mund të mbyllej gropa në forum dhe të prosperonte Roma. Dhe ky Kurcio i famshëm, Marko Kurcio i famshëm, u hodh vetë, bashkë me arturinat e veta, me armët e veta, bashkë me kalin e vet, u hodh në grop, edhe romanët hodhën gjithë që kishin stolira gjëra, dhe u mbyll gropa dhe Roma prosperoi. Pra, duhet bësh një sakrificë. Nuk janë kot edhe gjëra që Ju po i bëni thirrje zot Berisha që të largohet. Kjo platformë e kam thënë në prill 2022. Jo, iku ajo në prill 2022. Tani çfarë duhet bëj tani? E di çfarë nuk ndodhi. Me demokratët nuk ndodhi pajtimi i demokratëve. Nuk ndodhi bashkimi. Pajtimi, deri te bashkimi është proces tjetër. Procesi i parë, çështja e parë, ne nuk u pajtuam. Ja, Bardhi u pajtua me Berisha. Jo, u pajtua Bardhi për interesat e veta, por nuk u pajtu pjesë demokratët e Bardhit. Nuk shkelën kur demokratët e Bardhit dhe të fluturës në Partinë Demokratike. Kur? Ky është pajtimi. Pajtimi është proces tjetër, bashkimi është proces tjetër. 8 janari pastaj është një lloj zezë. Kurse 8 janari pastaj në filtrin tim. Uroj të mos jem e gabuar, dyshime kam, por mund të jenë të vërtetuara, që 8 janari është një gjë e inskenuar. Nga kush? Nga liderët e PD-s. Unë dyshoj shumë. Pse duhet të... Jo, prit këtu. Pse duhet të betonoj? Unë kam një pyetje publike. Pse duhet betonoj e të fortifikoj Partia Demokratike? Ne jemi në demokraci. Zoti Qavogo, ne jemi në demokraci. Por pas se s'kam qenë aty, prandaj po pyes. Se nuk kam qenë në proces, nuk kam qenë në 8 janar, nuk kam qenë në procesin e fortifikimit. Po ku ishit? Dhe autorët e fortifikimit, po ja shpjegova pra kam qenë për arsye shëndetësore. Problem personal. Domethënë mbas 18 vjetorit unë nuk kam qenë në këto procese deri në kthimin e qershor. Dhe zoti Bardhi e ka fortifikuar me zotin Basha. Këto dy njerëz do t'japin llogari para shqiptarëve. Jo, tani më zuri makina mua e them unë shpesh këtë. Tani Zoti Basha thoni ju me zotin Bardhi e kanë fortifikuar për të ndodhur kjo në bashkëpunim me Berishën. Pse duhet neve? Pse duhet ta shtynim ne zotin Berisha që të vinte si triumfator, si njëri që i takonte partia, i takonte seria? Të vita marrin, ne jemi në demokraci. Ne jemi në demokraci. Ka shkresa, ka letra, ka shkresa. Ka polici shtetërore, jemi në demokraci. Ata po nxirrin nga zyra. Që janë këto forma? Ku janë këto forma? Pra ky është problemi, se në këtë shtet nuk njihen letrat, po s'njohte letrat. Ky është problemi në këtë vend. Në këtë vend do t'i bëjmë neve Jo, atëherë po ta bëj pyetje ndryshe se më kujtua Franz Vranitzky. Ja ta mbaroj këtë. Për mua u ftua zoti Berisha të bënte atë. Këta tani doni një zoti Berisha të dilte heroi i madh që e meritonte partinë dhe ta merrte pas partinë të ngriheshin alibi mbi alibi, apo këta donin ta diskreditonin zoti Berisha. Unë të nuk e ndaj dot. Kam frikë se është e para, që këta të gjithë e dinin që duhet bërë kështu, sepse në momentin që gjërat po them po shkallmohesh, në atë moment çdo gjë ra në fash. Çfarë bëjmë? Me kë bëjnë këta tani? Kush ishte engjulli dhe kush ishte djalli? Pastaj, e gjithë ajo çfarë rodhi mbas saj. Dorëgja e zotit Basha, fsheja e zotit Basha, sepse përderisa ne shkuam në këtë përplasje të madhe të janarit, nga e cila rrjedh gjithë ky cianuri. Ky cianuri që thithim ne sot është shkak i asaj betejë. Cianuri, Po, cianuri, sepse këta nuk morën asgjë nga i cianur. Demokratët sot janë tillnuar të përçar, të thyer, të poshtruar me njëri tjetrin, prandaj duhet pajtimi që kanë shkaktuar të tre bët, që flas për 3 bët. 3 bët. Të 3 bët e famshme. Berisha, Basha edhe ky Bardhi, ky në miniaturën e vet. Po edhe ky në miniaturën. Pyetja ime, kush është engjulli, kush është djalli zon? Un kam përshtypjen se janë mëkatar të 3. Mëkatar një lloj të 3. Ka engjëll. Engjëll, s'ma do menja se ka mes tyre të 3-ve jo. Tani, sepse po të kishte njëri engjëll, po e them, ja, kam dëshirë ta them se engjëlli ishte zoti Basha, meqense ka luajtur. Jo. Basha e engjëlli. Ka aktruar engjëllin. Aq sa edhe un kam besuar që ai ishte engjëll. Thoni sa gjithmonë. Një vit e kam kërkuar disa herë. Pse kam dyshimet e mia? Nuk i akuzoj. Kam dyshime të forta. Pse? Gjithë kohën, gjatë kohës, po flas pranvera e 2022-shit, vera 2022-shit, deri tek e famshmja darkë e Ukës,
ku zbuluan, s'kishte më ku fshieshin më, pra një vit luajtur, të Ukafarm, darka e asaj mendimin ndryshe u hodhen shashkat për ata që mund t'i merrnin tymosjen, për ata që mund ta thithnin tymosjen, dhe disa herë kam kërkuar në mbledhjet e grupit, kam thënë pse nuk vjen zoti Basha? Duhet vi. Dhe duhet vazhdoj betejën, të vërtet u dërhoqe. Ai u tërhoq. Një vit, humbi fare. Pastaj, mas një viti, erdhi konkuroi. Ne ishim detyruar ta çonim partinë në zgjedhje. Atë parti sa ishte, aq sa ishte. Në konflikt, sepse kjo parti garoi. Dhe ç'ndodhi mas ardhjes së Bashës? Nga 105.000 vota në maj të vitit 2023, ne kemi rezultuar sot Euroatlantiku ç'është as 20.000 votë. Pra ky erdhi për të shkatërruar 100.000 votat. A mos është ky Dorzani Sali Berishës? Pyetja ime publike. Jo, pyetja është me vend, po pyetja ime për ju është zonjë, si se ke njohur ti Lulzim Bashën? Jo, inteligjenca jote. Jo, prap nuk. Më fal, inteligjenca jote, formimi yt dhe përvoja juaj është e tillë që e kupton. Zoti Qafok, unë kam përvojë njerëzore. Kam përvojë, për shembull, më mirë njoh personazhe se njerëzit të gjallë. Duhet ta kuptoni për të krijoj personazhe. Dhe ju thash, kam atë dozën e besueshmërisë të gjërat. Politika tash ma kam prehur. Tani jam dyshimtare, se kam thënë si është e mundur të shet tjetri burrin në sy dhe të gënjen. Si është e mundur? Unë ja lejoj në një dozë, tani po ka përcej po bëj step out nga politika dhe po them njerëzoren. Unë ja lejoj një gënjeshtër të bardhë gruas, sepse në rrethana të caktuara, duke qenë se si dobë duhet të dalë, apo jo, nga rrethana të caktuara, po të gënjejnë burrat. Në politikë kam parë, për herë të parë, kam njohur dhe më parë, po që të gënjejnë për arsye politike? Kush gënjen më shumë këta, Berisha, Basha apo Bardhi? Demagog jam. Se di, demagog. Demagog është gënjeshtar. Janë demagog. Të tre? Në përqindje është një shkollë, dhe nuk është shkollë vetëm e Partisë Demokratike, është shkollë e politikës shqiptare. Do flasim dhe për Partisë Socialiste, por cila ka qenë dhe është marrëdhënia juaj me Sali Berishën, zonja Açka? Shiko, jashtë politike ka qenë një lexues, jam e mahnitur nga mënyra si lexonte librat. Pra njëri që lexonte libra, kjo ka qenë lidhja ime me të. Në fakt, edhe unë se kam thënë asnjëherë, më pyesin njerëzit, pse ti nuk u përfshive me Berishën? Unë kam një arsye shumë të fortë, që lidhet me rinin ton të parë, kur unë kam qenë gazetare. Për shkak të një artikulli të vogël që shkruam ne, sa kishin ardhur në pushtet të djathtë, ne jemi persekutuar unë dhe kolegu im gazetar, Bujar Hudri, ato kemi parasysh fjalën e lirë, ku je. Dhe ne detyruam hapëm një gazetë të re ku je, akoma madje kam ato të pres, po sigurisht kam qenë disa muaj gazetare dhe kanë qenë muajt ndër më të bukurit e jetës time, se këto kujtojnë se ka lindur tani gazetaria ka lindur shumë herë, gazetaria pavarur po flas, më kupton? Në fillim të viteve në 90. Dhe disa muaj jemi persekutuar, mbase Berisha nuk ka lidhje. Por regjimi që ngriti ai. Në vitin 1993 po flas. Me muaj të tërë. Çfarë pat? Policitativ, çfarë ishte? Të gjitha erdhën për të na futur që të gjeshin qoftë një gjë të vogël, një maj lapsi e vjedhur e grabitur një gjë. Kot me gjetë një arsye, me fut në burg 2 gazetarë që menduan një gjë, që një librashitës, që edhe pse ka qenë komunist, nuk e pse dhunon. Ne bëm një shkrim të vogël në gazetë për një librashitës në Elbasan, që ai ishte dhunuar nga policia. Kush janë këta që guxojnë dhe shkruajnë kundër policisë tonë? Kush ishte autori i kësaj reprezalje ndaj jush? Shteti pra. Po jo, kush ka në emër? Shteti i Sali Berishës. Unë e kisha akoma hijen, traumën e 93-shit. E kishe? Po e kisha po. Dhe në moment që u kthye, është një gjë që e di, është një solucion, një tretësirë që e kam pirë një herë. Kështu që kjo ka qenë, nuk kam qenë e qartë që nuk do të ndodhte. Unë u gënjeva që është e vërteta, se mendova, zoti Basha ka studiuar në një shkollë që unë e di, është ku më aman më? 200 metra larg shtëpisë time në Hollandë, shkollat më të mira në botë. Dhe mendova, ky njeri i shkolluar. Ju duat kur ishte Jo, unë e kam njohur shumë. Jo, nuk e kam. Shkuat ju në Hollandë, në vitin? Unë kam qenë në Hollandë në trajektorë tjetër jetës, ka lidhje fare. Ai çfarë bënte? Ishte student.
Dhe unë e kam njohur shumë vonë. Jo, më fal edhe një herë, kur shkuat ju të jetonit në Hollandë. Po. Lulzim Basha kishte mbaruar studimet? Nuk e kam parasysh tani vitet. Po me çfarë merresh aty? Po nuk e di. Unë kam qenë në jetën time. E martuar me një holandez në jetën time. Po kur u ktheva, ose kur sika asnjëherë, sepse kam ikur ndonjëherë, kam ikur edhe kam ardhur, kur e pash në politik, u gëzova për faktin, flas për 2005 dhe më votë. Vetë personalisht e kam njohur në 2015-ën, në Panajër, që vinin këto vizitonin Panajër. Kështu që e kam njohur vonë, nuk e kam njohur zotin Basha. Këtu. E kam njohur Panajër poshtë librit. 10 vjet më vonë mbasi hyri në politikë. Domethënë e kam njohur shumë vonë zotin Basha. Ishte ai që ju ftoi ju? Jo, ai po. Ka qenë ai, jo vetë ai, po domethënë shpura e njerëzve që kanë qenë në Nuk të ka bërë der ty, ka nderuar veten. Nuk e di këtë gjë, mund të them se respekt ka qenë. Po ta them unë, sepse ka njerëz si flutura, njerëz të mrekullueshëm me karrierat e tyre, do të ishte mirë sa më shumë të pranojnë, sa më bujare të jetë politika me ta. Aq më shumë do ta zbusin veten. Por ata nuk i duan. Pse rezultoi kështu Lulzim Basha? Nuk i duan. Dhe që ta mbyll këtë zotit Basha, unë besova që zoti Basha, domethënë, ishte këtë staturë europiane, kam besuar vërtet. Dhe prandaj kam hyrë në politikë. Se aty kam pas ftesa 93-shin, 90 më vonë. Gjithmonë nga PD? Disa herë. Po nga PD. Po nga PS? Nga PD, se kam qenë i qartë. Jo. Po nga PS? Vokacioni ka qenë i qartë. Asnjëherë. Ka qenë i qartë vokacioni. Jo. Kështu se Edi Rama mund bëhet ka përcime kështu. E bën. Atë ka bërë ftesë? Jo, nuk ka qolluar, jo. Jo, sepse do të jem sinqert. Jo. Ajo që di unë mund të jetë dhe kështu kramarje, mund të jetë dhe një formë, mënyrë të thënëri, sepse janë mjeshtra për të thënë gjërat. Më ka thënë zonjë. Janë specialista. Ashtu, po, specialista. Zonjë, ju nuk e dini, po ju jeni një parti të gabuar. A të ka thënë ty? Po, në parlament. Jo, Rama vetë. Po, disa. Zonjë, ju jeni në partitë e gabuar? Një parti të gabuar. Kjo është ftesë, po se. Zonjë, ju jeni në parti të gabuar. Po, kjo është ftesë, po se, hajde në PS. Si kur flutra çka të bënde një ftesë Edi Rama kështu? Flutra hajde në PS. Jo, nuk mund të ndodh. Nuk ndodh. Tani vim përsëri te Berisha se nuk ka qenë kjo çështja. Ti je deputete, pse kjo është? Qartë. Kalojmë tani përsëri te Berisha se Por që ta mbyll këtu se ka shumë rëndësi. Më vjen mirë që socialistët janë shumë të ndjeshëm ndaj fjalëve edhe të opozitarëve. Me vërtet? Jo të sherrxhive. Me vërtet? Jo të sherrxhive. Ma vërtetot. Ma vërtetot. Sepse unë di disa projekte të cilat unë i kam shprehur si kryetare e Komisionit Medias, të Kulturës, sepse komision me shumë punëra të arsimit, sot po zbatohen në Elbasan. Janë hapur fondet për rivitalizimin e Kalas, të disa muzeve. Një sekond, ti marrë me radhë. Do të thënë, ti ke parashtruar unë kam thënë ato që do bëja në parlament, unë kam thënë që duhet bërë kjo. Çfarë ishin këto? Mund të Unë kam thënë në komision. Unë kam thënë në komision. Kur ka qenë Ministri i Kulturës, por edhe kur ka qenë Ministri i Arsimit, si Elbasanëse. Po, patjetër se ti je një shumë mirë. Po, shumë mirë. Dhe kam thënë pse është dëmtuar, pse nuk e ktheni muzeun e Kongresit të Elbasanit. Pse? Gjeni format, blini. Gjeni format, është puna juaj. Dhe çfarë bën socialistët? Kam përshtypjen se tani duan ta rivitalizojnë tërë. 2. Përse nuk kthehet në zonë muzeale? Po. Godina Kongresit Manastirit, Kongresit Elbasanit, bashkë me kishën e famshme të Shën të Bukureshës së asaj të fjetur, të Shën Marisë së fjetur, dhe i kam shpjeguar dhe këtë gjë. Në komision. Që godina në komision, godina ngjitur me godinën e Kongresit Elbasanit, është shtëpia ku shkonte Abdyl Frashëri. Mirat Frashëri. Tek familja Kennedy, sepse familja Kennedy, të famshme të Kennedyt, i dini ju, kanë jetuar më përpara, flas për 14-ën. Edhe me herësisë, po, se erdhën kanë përsëri. Kanë qenë në Elbasan dhe ajo godina për malarjen e fondacionit famshëm. Jo, po kanë ndihmuar shumë nga Kosova dhe Dibra që u mbush ajo që themin ne sot Fushmëreti, janë të 14-ës të bardhur me 14-ën dhe këta kanë qenë mecenatët, i kanë ndihmuar me burg. Dhe çfarë doni ju ta bëni këtë? Kjo të bëhet një muze. Është ngjitur dhe burgu ku kanë qenë 4 muaj, 2 oficer holandez kanë qenë të burgosur. Kam përshtypjen se tani po vin projekte, po këta nuk kanë transparencë që dhe ti marr të japësh në këshill. Tjetër, 3. Për shembull shtëpia e Kosani Kristoforidit. Sigurisht nuk është ajo, sa ajo e para është prishur, po ngjitur aty është një shtëpi ku ka ndëjtur disa kohë. Duhet bërë. Muze. Pra, duhet konceptuar Kalaja, e Lefnosit, e të tjerë. Si e Lefnosi? Jo, prit të Lefnosi ka dhe një histori me një zonjë skoceze. Pastaj është dhe një tjetër gjë, që është shumë e bukur. Cila? Është shtëpia e Haslukut. Margaret Hasluk. Që ne i themi në Elbasan, i themi shtëpia e Angleskës. Me nga gjyshja ime, ku kalonim aty me gjyshën time. Ju lutem regjia foton e Angleskës. Kështu i thrisin në Elbasan. Angleska, shtëpia Angleskës, po.
Mira, ju ishe skoceze? Është skoceze me origjinë. Mbase po. Po angleska, ashtu i njëni tani. Ashtu i njëni, ashtu i thonin. Shtëpia angleskës. Do të thënë edhe sot ti shtëpia angleskës. Për shembull gjyshja ime i thoshte shtëpia angleskës. Nga ajo është. Po mirë ti aty është shtëpia juaj? Unë jetoj, domethënë shtëpia ime, shtëpia ku jam rritur nga ku jam larguar, dhe është akoma shtëpia ime, e prindërve të mi në Elbasan, që është mbashkë në universitetit, në ato rrugën e Blireve, gjithë rruga Blireve, një nga ato shtëpitë e para në universitet është kopshti, është një kopësht, ajo është shtëpia angleskës, është akoma shtëpia, një shtëpi shumë e bukur. Ju e keni ideuar për çfarë? Ajo do të ishte një muze shumë i bukur i angleskës. Se lidhet me Elbasanin. Tani socialistët po e bëjnë ta, se ata falin e bëjnë. Këtë nuk e di të angleskës, po unë i kam thënë këto gjëra i kam shprehur edhe kam përshtypjen se këta mbajnë shënime. Dhe po e rivitalizojnë tani kalan. Ne kur do ta lexojmë një roman? Jo vetëm kaq, jo vetëm kaq, por këta duhet të bëjnë te rruga Ignacia, kanë qenë dy stacione të rëndësishme. Këta duhet i rivitalizojnë këto dy stacione të rëndësishme të rrugës Ignacia që lidhen me Elbasanin. Por çka kanë bërë tani? Duke bërë këtë Formula 1-s, so-called kinse Formula 1, se s'bëhet ajo gjë, këta tani po e shkatërrojnë pjesët gjurmët e rrugës Ignacia për shkak të kësaj, që është Busheku i famshëm, Buz Eshku i famshëm, që e përmend Evlia Çelebia, që ose keni parasysh, flet për Buzeshkun, që thot nuk e fut do 3 herë gishtin, thot, sepse aq i ftohtë është këtë e pash gjatë fushatës elektorale, po bënin një miting aty te Busheku, dhe nuk jepnin fare surrounding. Do të gjitha këto zonjë që ju keni parashtruar që duhen bërë, socialistët kanë mashnim. Ta i grabisin, s'ka gjë, janë në pushtet, le t'i bëjnë. Këto ishin idetë e mia, po të vinim ne në pushtet në 2021. Po pse si kishte PD-ja në programet e saj? Këto ishin disa projekte të mia personale për Elbasanin, si deputete e Elbasanit. Në qenë se nuk erdhëm dot në pushtet në 2021, i kam parashtruar në komision. I kam pas për detyrë, ti them. Po sigurisht. Kisha pse ti mbaja për veten time. Rëndësi ka të bëhen. E të bëhen mirë dhe pa u grabitur, të bëhen mirë. Tani, zonjë, që ta mbyll me Margareta Zllëk, se për mua është një personazh shumë i dashur. Është fantastik, po. Kur do ketë një roman Flutura Açka për Margareta Zllëk, se historia e saj e dashurisë me Lefnosin. E di. Dhe ajo ka ndërtuar mos gaboj 14-15 vjet në Elbasan. Ka ndenjur dhe ka shumë, domethënë po të rrëmosh ka shumë. Ja dhe disa libra që nuk janë botuar akoma, po. Po sa bukur e shkon në Shqipëri. Shumë bukur. Se unë kam letrat kësaj në gjuhën shqipe. Kjo është Manice, kjo ka folur për kanonin, ka dokumentuar gjëra fantastike. Letër Ibrahim Biçakut. Po më e bukur është. Ju ftoj për darkë. Po më e bukur është, nuk e di nëse mbritën ato 2 trëndafilat e saj, se kjo është në Greqi. Nga Shqipëria shkoj në Greqi dhe nga Greqia bënte ato punë që bënte kjo. Jetoj në Greqi pastaj. Pastaj jetoj në Greqi. Nga Greqia u nis një kam lexuar disa vite më parë, kështu që nuk i di mirë detajet. Do për gjithë ata që nuk e din, ka qenë dashura e Lefnosit, një nga personalitetet më të larta që kanë nxjerrë historia e Shqipërisë, themelues dhe firmtari i Aktit të Pavarësisë, e të tjerë ministër, por kjo ishte e dashura e tij dhe bashkëtonin. Kjo dëgjoj që një delegacion do të vinte. A nuk e di se tash vitet se kam parasysh, po do mas luftës. Edhe ju luti tha, nëse mund të t'i vesh 2 trëndafil të prerë. Lefi u përshkatua. Po. Nëse mund t'i vesh te vari thot 2 trëndafila të prerë, thot prej meje, në emrin tim. Ai erdhi dhe shkoi në një dyqan se kujtoi se ka shiten lule, shitet trëndafila në dyqan. Nuk e di tani nëse i çoi, ka marr lulen për sepse kopshtet e Elbasanit janë të mrekullueshme me trëndafila. Mirë, ai me sa diu nuk ka varr. Nuk e di, kjo e la amanetin. Kjo la amanetin, të lutem. A s'dinte asgjë, nga padia, kupton? Dhe ky u vërtet në për Elbasan. E kuptova tani që romani këtu do ende. Zonja Açka, çfarë duhet bëj Berisha në këtë moment? Se këshilloj dot unë Berishën, Berisha ka provojë gjatë, por unë them leadershipi, se mbase zoti Berisha e ka vendosur, meqense do e mori partinë, e riktheu partinë, mund të ketë projektet e tij. Nuk e di që projekte. Po ta vazhdoj. Kjetë pra Berisha, ju jeni dakord me këtë? Jo, unë s'jam dakord, sepse unë kam qenë e qartë. Ai duhet largohet thonë. Unë jam përpjekur të shpjegoj një gjë. Nuk është faj i zotit Berisha. Çështja është shqiptarët nuk e pranojnë më. Dikush duhet ja thotë zoti Berisha, përderisa ti ke ikur nga skena politike me 1000 vota kundër, ti duhet të kuptosh që nuk mund të kthehesh dot. Ti je deputete, a merr pjesë në mbledhjet e grupit? Jo, nuk jam pjesë, se nuk kam qenë pjesë e këtij projekti. S'kam qenë pjesë e këtij. Kush duhet t'ia thotë? Këtë duhet t'ia thonë leadershipi i vet në mbledhje. Po leadershipi është fjalë e madhe, ne më thuj. Këta, se cili prej tyre? Kush? Thuj një. Këta, një grup, ka mundsi një grup. Kush? Krishnik Çollaku. Po them kot tani. Ti thot Krishnik Çollaku? Gazmet Bardhi, po. Madje unë tani Gazmet Bardhi the i shpirt bukur i the ti.
Tani unë, si që mendoj unë tani, çfarë do të ndodhë në PD? Po, çfarë do ndodhë? Do t'jetë e vështirë zoti Berisha të rriqet. Nuk ka për të rriqur, vetëm nëse ka ndonjë projekt që ne nuk e dim, se zoti Berisha gjithmonë ka një projekt B, nga ajo që mendojmë ne në PD. Unë mendoj që në shtator gjëra do t'jenë shumë të qarta. Çfarë do të ndodhë? Shumë larg është? Në shtator, para shtatorit jo. Në rast se nuk konstituohet 42 ushtarët e vet që kanë parlament, zoti Berisha nuk do bëj asgjë. Ushtarë janë ata? Pjesa më e madhe tyre, po më vjen keq. Ai futi për ushtarë. Reshter, disa janë me grada kolonelësh, disa janë, po janë deri te reshteri, të gjithë reshterë. Vjen keq. Vjen keq. Po nuk e di, më vjen keq. Më vjen keq. Atëherë duhet bëje, ka njerëz që duhet sakrifikojnë, unë për veten time e kam sakrifikuar mandatin. E kam pas ftesën për të marrë pjesë, kam thënë jo, sepse një njeri duhet detyrimisht ta thotë jo. Një herë, do vi një ditë thotë njeri jo. Unë kam thënë jo. Kam qenë qartë, jo, time. Kam sakrifikuar. Është ajo rroga e majme e deputetit? Nuk e di. Ti e ke sakrifikuar? Nuk e di. Tani, kam përshtypjen që një grup që po koalohet, që është projektuar më parë, por nuk mundi të merre i gjithi, po do të përpiqet, edhe për të lloj kredo politike, sepse është turpërimi i madh ajo që ka ndodhur me këta, që ne shpresuam. Jo, nuk flas vetëm për humbjen, po ky grupi reformator që shkoi me gënjeshtra, edhe ai ka qenë një gënjeshtër. E ke fjalën për zotin Gjekmarkaj? Për zotin Bardhi dhe shpurën e tij, që shkuan në mes, po shkojmë në mes, po në fakt ishin nisur për diku tjetër, po thanë në mes vetëm për një lloj alibie që shifen e kështu. Pastaj në emër të demokratëve, nuk i bashkuan demokratët. Nuk bashkohen. Zoti Gazet Bardhi? Shiko, nuk bashkohen demokratët pa një kuvent pajtimi demokrat. Kjo është e prerë që njerëzit thonë ndjesat e tyre. Që njerëzit thonë këtu, harruam, e sham fluturën, fluta do të harroj. E sham zotin Qafoku, do të harroj, do të falim secili. Pastaj mbi këtë, kur ne ta shohim njëri tjetrin në sy, që unë ta shoh zotin Bardhi dhe të kërkoj falje për këtë dhunë që pse s'ndodh? Është njerëzore falja. Falja është njerëzore. Po kërkon falje shqiptari o zonja Raçi tani. Edhe politikanë shqiptar. Do të qëndrojnë aty ku janë. Por shikoni, unë me atë që njoh tani këtë heroin tim. Prap, s'ka, unë e respektoj prap. Heroin po. Prap e respektoj. Kupton se me atë pjesën e tij është përpjekur të bëj duk dhe ai. Megjithse nuk është sjellje të vërtetë në parlament, ta them si e mendoj unë, si spermatozoid i tërbuar. Nuk shkon. Ti je deputet, zotëri. Ti je kryetar grupi. Ke një armë të fuqishme të zgjosh shqiptarëve, të kthesh shpresë shqiptarëve. Çfarë bën ti? I shtyn njerëzit ti të hedhin flakadan. Ç'është kjo çet? Pikërisht ato që nuk duhet bënin këta, ajo që jepte kredo socialistëve bënin këta. Kush i shtyn këta? Kush i mëson ta kështu? Po natyre, ndoshta shkolla, nuk e di. Po të mbetem te kjo gjë. Kam përshtypjen që zoti Bardhi po përgatitet. Një grup, po, në mënyrë janë duke pritur, kam përshtypjen që janë duke pritur nëse do të ketë ndonjë reagim. Ai humbi thellë. E ka moralin nëse ka ndonjë reagim nga zoti Berisha, nëse jo, nuk është të di që në shtator kur të sigurohen të gjithë palët, se njëherë do sigurojnë mandatin njëherë. Keni parasysh, nuk bëjnë asgjë, por nuk sigurojnë mandatin. Po pse ç'a mund ndodh? Po sepse çdo gjë mund të ndodh, nuk e di çfarë mund të ndodh. Për shembull, do ta kalojnë me heshtje këta, deri do bëjnë analiza, gjëra deri në shtator. Në 10 shtator do të shohim se çfarë mund të ndodh. Mund të ndodh. Ka moralin Gazet Bardhi? Do ta gjej moralin se thotë, ky nuk po bën, unë nuk po poqa, alibi, ne jemi mjeshtra për alibit. Po dhe ai thoni ju që me të tjerë fjalëvi me zotin Gjekmarkaj, me zonjën Tabaku, ka projektuar ai, po disa po prapë ai është lideri që do t'i kundërvjen Berishës. Ai mund t'i frymëzojë, ndoshta nuk e di. Po them grupi, nuk po them tani njëri. Tani, zoti Berisha sipas jush, si është futur në histori zonja Açka? Shiko, zoti Berisha e djatha në përgjithësi e drejtuar prej tij. Ti japim hakun bëri reformat më dha shpresë të madhe. Sigurisht që nuk arriti të krijonte një të djathtë, të qëndrueshme. Fakti që jemi në këtë gjendje, do thotë që e djathta nuk ka qenë e qëndrueshme. A ka qenë për shkak se nuk ka pasur një ideologji të qartë, një ndarje të qartë me të majtën? Ndoshta ka qenë dhe kjo. Ne s'kemi pas një ndarje të qartë me të majtën. E mbushëm partinë me lloj
Edhe të majtësh, apo jo? Ndoshta ishte momenti, po nuk u qartësum, nuk ka qenë qartë. Shikoni, edhe programin e vitit 2025 tani ka shumë nuanca të majta. Sigurisht që ne jemi në një stat shqiptarët e në një moment që ka nevojë edhe për një lloj, po them, të shkosh në basement, për basement, duam. Por nuk është kjo e djatha ka tjera. Megjithatë them se zoti Berisha në një përqindje të caktuar ka dhe notat forta të drejtimit bolshevik të partisë. Po, që vjen edhe nga shkolla. Pse duan? Nga shkolla. Pse duan njerëzit pse? Sepse është votuar. Shiko, është votuar, po sigurisht është votuar. Njerëzit e duan sepse mbase në mesin e këtij leadershipi që ka Partia Demokratike, ti themi gjërat, ka më shumë karizmë. Është më i zoti, ai gjithmonë do të fitojë më shumë, mes tyre do të fitojë më shumë. Por çështja është ti vet deri ku shkon vet. Them se zoti Berisha ka një moment që duhet detyrimisht të reflektoj personalisht dhe ta drejtoj mbase vet këtë proces. Të mos gjej më një kukull tjetër, një manekin tjetër. Të mos gjej më një kukull tjetër. Ta let lirë. Jo, të jetë plotësisht proces demokratik. Pra, ata që mëtojnë të drejtojnë Partinë Demokratike, të mos jenë ca plastelina që ai ja ndryshon format si të doj, po t'jenë njerëz me botkuptim, t'jenë njerëz me kulturë të madhe, të kenë karizëm, dhe këta duhet ballaveqohen me shqiptarët. Lulzim Basha do ikin në Holland? Se di, po mbaroj vend. Unë me Lulzim Bashën ta them dhe këtë gjë, që t'jemi e qartë fare në marrëdhënie me të, unë kam pritur në qershor të vitit 2024 që zoti Basha do të merrte një lloj përgjegjësie për atë grupin që mbajti, që është, nuk janë pak, pavarësisht votave që janë 20.000, të mos harrojmë këto dy partit kanë bërë kërdin me votat e vogla. Ti jemi të qartë. Sado kam përshtypjen, por këtë gjë është vështirë të ta vërtetosh, por në marrëdhënien që kanë bërë të dy, në flirtin që kanë, të dy forcat e mëdha kanë qenë të interesuar të zvoglojnë, të shtypin forcat e reja. Kështu që unë dyshoj që nuk është 20.000 as zoti Basha, as Shqipëria bëhet nuk është aq sa është, as Bash nuk është aq sa është, as ai Shehaj nuk është aq sa është. Ju ku votuat zoj? Unë jam deputet e Partisë Demokratike dhe nuk më bëhet kjo pyetje, sepse unë e kam vokacionin tim shumë të qartë. Jo, për partinë, votuat Partinë Demokratike? Po normal të votoj, unë jam deputet e Partisë Demokratike. Partia Demokratike? Po unë jam deputet e Partisë Demokratike. Vetëm parti po kandidat? Ja të shpjegoj. Unë jam deputete e Partisë Demokratike. Kam ndihmuar forcat e reja, kam qenë bashkë me forcat e reja, kam qenë e bindur që forcat e reja do ta çajnë sistemin që unë e kam parë se sa turpshëm është qepur në parlament. Dhe zaten, ky flirti që bën këta, nuk e di kush është Dorzani, se ka emra flirti ka emra, kush ka qenë ndërmjetës. Ai grupi i negocimit, që ishte një grupi i bashkëpunimit, që ishte ai grupi, ai ishte vetëm fasada. Gjërat janë mbyllur. Të mos harrojmë, zoti Qafoku, në parlamentin shqiptar është kryer një krim. Po e them, do të dalet te zoti Basha, çfarë mendimi kam për zotin Basha. Por këtu te e vërteta, domethënë shumica dhe pakica bazohen tek e vërteta. Që zoti Berisha ka shumicën në Partinë Demokratike, çdo gjë tjetër është gjë e qartë, nuk kemi pse të merremi fare këtë. Problemi është që nga shtatori i vitit 2023 deri në qershorin e vitit 2024 në parlament është bërë krim institucional. Nuk është njohur grupi parlamentar Partisë Demokratike dhe zoti Bardhi, pa qenë pjesë e Partisë Demokratike, pasi iku, ka qenë rreth themelimit, ka vepruar sekretari i grupit parlamentar. Ky është krim institucional që ka ndodhur. Por ka ndodhur me vetdijen, me Dorzanin edhe të zotit Basha. Pse? Do thoni jo. Sepse çfarë ndodhi? Që unë kam, to janë pjesë e dyshimeve të kësaj trajektore që mua kanë filluar tani të hyj analizës, pse ndodhi kjo në këtë datë, pse ndodhi kjo, se ka ndodhur gjëra të çuditshme. U ndryshua statuti i Partisë Demokratike, i kësaj partie, të cilën zoti Berisha nuk e mori parasysh më, po flas për këtë që ndodhi. Unë kam ndenjur te institucioni, se jam njëri institucional. Pra, në momentin që zoti Basha nuk ka vulën më, unë jam deputete, kam qenë deputete e Partisë Demokratike, nuk jam dakord me mënyrën se zoti Berisha e mori partinë në drejtim, nuk jam dakord me mënyrën se zoti Bardhi e mori drejtimin dhe mënyrën se si janë sjellur ata politikisht, kjo është çështje tjetër, pra refuzoj drejtimet e tyre, por ama jam deputete e Partisë Demokratike dhe kjo kështu do të dalë nga politika. Tani,
kandidat kë votuat? Unë jam deputete e Partisë Demokratike, kjo është përgjigjja ime, nuk kam përgjigje tjetër. Ju keni votuar për... Ashtu. Tani, kam diçka që lidhet jo vetëm me zotin Berisha, po edhe me zotin Basha. Tani, ju edhe njëherë e theksoj këtë, nuk e kuptuat zotin Basha që Berisha e vuri dhe pastaj ky zotin Basha pas ka bërë 100 skema? Unë mendoj se njeriu mëson nga gabimet. Dhe kur u kthye në korrik, në gusht, po e them tani të vitit 2023, më fani, mendova se ky ka mësuar, ka ardhur për mision vërtet, e kam besuar sepse besoj vetë misionet e mia, kështu që s'kam se të dyshoj të tjerët. Por, më vonë, sidomos ai 17 janari i përplasjes me dy kolegët e mi, në komision, ai më bindi që diçka nuk shkonte në këtë histori. Sepse unë doja të shkoja në parlament, të flisja në parlament, thoshte mos shkoni. Si të mos shkoj? E bët Luzim Basha si Kim Filbi o zonjë? Po pra. Amano se s'ka ata i kju Luzim Basha tani? Tani që ndodhi, në 17 janar, mas përplasjes, unë mendova që kjo ishte një ndarje e qartë e dy mënyrave të bërit politik. Pra zoti Basha kishte në dorë një akt që në fundit në ndante si psikologji politike. Çfarë ndodhi? Më nxori pas shpinës time, pa dijenin time, më nxori një grup zonjash të nderuara të partisë para kuvendit me pankartat bardha të shkrume që mos i dhononi gratë. Kam pare. Dhe nuk i dija këtë gjë. Unë kam qenë në studio dhe zonja Alishani, kam qenë në studio duke shpjeguar, më nxori zonja çka po kjo. Thash më fani, nuk e di, kjo është e topshme. Unë aty në komision nuk isha si grua. Unë isha kryetare komisione. Isha kryetare dhe ato që kam bërë, ato qëndrim që kam bërë ka qenë qëndrim politik, nuk ka qenë qëndrim gjinor. Aty pastaj e kuptova, fillova, nga ai moment kam filluar të kuptoj që diçka nuk shkon. Edhe fakti që nuk dilte, nuk fliste, nuk bënte. Ku ke komunikuar me për të fundit me zotin Basha? Unë me zotin Basha kam komunikuar për të fundit ditën ose 2 ditë më pas vulës, ku kam thënë që unë dua një mbledhje, ku ne të nxjerrim përgjegjësinë. Përse ne na kanë lënë ndërkombëtarët? Pse ju nuk ju takojnë ndërkombëtarët? Pavarësisht alibive, jo më ka taku ky, shko bë fotografi para shtëpisë bardhe dhe shite këtu mes shqiptarëve se më ka ftu ky, më ka ftu. Është çështje personale, nuk hyj atyre. Çështjeve përgjegjësinë, pse na kanë lënë ndërkombëtarët dhe pse humbën vulën? Pse humbën vulën? Sepse amerikanët nuk shkuan, nuk u interesuan më. Si duket amerikanët dinin gjëra që nuk i dinim ne. Tani unë kuptoj çfarë kanë ditur amerikanët. Zonjë, janë zhvilluar 11 zgjedhje parlamentare në Shqipëri. 4 i ka fituar, ose 4 mandate, themi, ka qenë Partia Demokratike dhe e djatha në pushtet, dhe 7 kanë qenë socialistët dhe të majtën. Si e djathë që jeni? Tani, ky popull është i majtë? Nuk është i majtë. S'mund ta them dot se është i majtë. Po dhe ka mbetur më shumë i majtë. Kanë ikur të djathët. Me këtë raport që thoni ju, për shembull unë ju them një fakt të vogël. Djemt me të cilët kam punuar unë, djemt të djathtë, pjesa më e madhe e tyre në vitin 2021, kanë qenë në 2021, kanë ikur pjesa më e madhe e tyre. Pra, ai që ka ikur, populli që ka ikur, po them, pjesa më e madhe kanë ikur të djathët. Kështu që natyrisht që në tretësirë kanë mbetur. Ju të djathët ikën gjithmonë, edhe në 44 ju ikën. Nëse ka një gjë, domethënë, për cilën duhet ta gjykojmë zotin Berisha, është fakti që na i ka lënë, nuk mjaftoi 47 vite në shpinë të majtët, po duhet dhe këto nga 30 vite, 34 vite demokraci, sa i bie tani, sa thatë ju, i bie prapë në shpinë të majtët. Duhet llogaritur zgjedhjet se janë dhe zgjedhjet e parakohshme. Do të thotë që ose kjo e djatha është latyris shumë me të majtë, ose neve nuk i kemi mirë punët dhe ne duhet të kalojmë në një shkundje të fortë për një djathë të vërtetë. Do me thënë, zonjë, me një llogari, në 29 vjet, 13 vjet e djatha? 13 vjet e djatha. E djatha, do të thonë 5 në raporti 2/3 me 1/3. 2/3 1/3, më pak e rëndë është. Tragjik është. Shumë tragjik është. Do të thonë kjo është një kjo është që duhet ose tani. Jo, unë po thosha që ju djathtë digni. Ose tani këta janë misionar të së majtës, ose këta janë të paaftë. Një nga dyja. Duhet ta zgjidhin këtë gjë shumë shpejt. Ky është ekuacioni
që na mbetet ta zgjidhim shumë shpejt. A pati aftësi Partia Socialiste dhe merit që fitoi? Merit jo, aftësi po, inxhinierim të tmerrshëm të zgjedhjeve po. Por, pranaj thash, kemi humbur dhe ne. Ata kanë fituar, por kemi humbur dhe ne. Se unë mund t'i fal inxhinierimin e 200.000 votave. 200.000 ore, nuk ndodh, po e them 200.000 votave, po 50.000 vota. Zoti Berisha do të merrte 1 vot më shumë se Lulzim Basha. 1. Më 300 e ca më pak. Atëherë, nuk është e gjitha. Domethënë socialistët janë mjeshtra. Domethënë të thash, ka 330 arsye që ata kanë ardhur në pushtet. Kanë bërë namin, kërdin. Por jo 300 e ca mijë vota. Jo. Domethënë, edhe vetë zoti Rama jam i bindur që është i tronditur. Pse ka ndodhur kjo? Këtë duhet të shpjegojmë ne shqiptarëve. Pse ka ndodhur kjo? Pse humbëm ne? Vodhi shumë, po pse kemi humbur ne? Qoftë dhe 50.000 vota, pse i kemi humbur? Jo nga forcat e reja, sepse është mëkat ta thuash këtë për forcat e reja që djova një deputet në tentativ. Një deputet në tentativ që i listës të mbyllur dje i PD-s në tentativ. Që ka shkelur kushtetutën. Ai lloj kodi ka shkel kushtetutën, se ti nuk zgjidhesh, ti duhet të zgjidhesh me emër mbi emër, qoftë dhe një vot, do të zgjidhesh. Çan këto njerëz që fshihen mas listave. Do të thosh fort edhe ti ke qenë në listë mbyllur. Po kam qenë në listë, unë kam pas jetë partie. Kam pasur emrin tim. S'po flas pastaj sa mi vodhën, se s'po flas më është histori tjetër. Që edhe mënyra se si më 2.000 vota mirë është 2.000, si 2.000 vota. Mua jam tronditur, në fakt 2.000 vota mora. Pra i kishin kalkuluar sa duhet e merrja unë, sa duhet i merrnin të tjerët. Ç'ky parti që vjedh vetë në vetë? Ç'ky parti që diskrediteton vetveten? Se Partia Demokratike vjedh votat e veta? Foto mu votat e mia në Elbasan, në 2021 mi votën ato që morën shumë. Më vinin mua krushia ime, thoshin, atë japim me gjysmën atij tjetrit këtë. Po thoshun, po pse do t'ja jepni atyre? Po e se të maj dhe ai çik shumë sepse kështu ashtu. A kupton ti? Të tilla historira domethënë që edhe romanet është e vështirë ti përmbledhin. Zonjë, si e parashikoni 4 vitet e ardhshme politike, Shqipërinë politike në 4 vitet e ardhshme? Shiko, zoti Qafoku, unë kam bërë gjatë kohës së fushatës, kam takuar shumë njerëz, po shumë. Pothuajse kam dhënë Shqipërisë, kam rënë Shqipërisë qark cep me cep. Që nuk jam përfshi drejt për drejt, kam dhe i zor që ti jesh aty dhe të mos përfshihesh si deputete. Dhe kam rënë Shqipërisë qështë për të zgjuar demokratët, për të zgjuar demokratët. Shqipëria e Jugut pothuajse është piketuar, e mbaruar. Do thotë, është ngritur një sistem. Lumi Vjosa janë ndërtuar urat. Në Leskovikun që s'ka drita natën, kam fjet në Leskovik që të kuptoj se çfarë ndodh more me njerëzit, me shqiptarët. S'kishte drita, zoti Qafoku. Kishin ikur njerëzit. Dhe në atë vend që po e kthejmë ne gati në shkretë të tjerë, është një gjë kaq madhështore, luksoze, s'ka rëndësi. Është një gjë e drejtë, ligjore, po të them mentaliteti, koncepti, çfarë bëjmë ne. Edhe vini njerëzit për qark, nuk ulishim dot për një kafe në një gjë, dhe vini vetëm të huaj, turistë të huaj me lek. Edhe kjo ethja për të bërë turizmin elitar, do thotë këto duan, si që shohun Shqipërinë, si që projektojnë Shqipërinë sot, që ta s'kujdesin për gjuhën, ta s'kujdesin për trashëgiminë kulturore, ta s'kujdesin për asgjë, fare. S'kemi kinemara, s'kemi teatro, ku shkojnë njerëzit? Por ku shkojnë njerëzit me një qytet me 1 milion banor, vetëm 2-3 vende ka për t'u argëtuar. Unë dua kanë mbrëmje të caktuara që duhet të dalë të shkojnë në një koncert, s'ka koncerte, s'ka teatro, s'ka filma, s'ka gjë, shkojnë në kinema, janë filma aksioni, s'ka një gjë ku ti të ndjehesh qytetari një kryeqyteti. Nuk ka. Mirë, që të mbetem te kjo e para. Pra, mbaroi projekcioni i kësaj, është ndar, gjithçka është ndar. Po, me këtë grupin e elitën. Tash do të ndahet Deveriu me paketën e maleve, ti dini fondin e maleve që sapo kaloi, do bëhet dhe kjo gjë, ky shtrimi, dhe këtu do të jetë një provincë e këtij grupi njerëzish ku tani janë 10 djathtë, janë bashk. Edhe biznesmen për djathtë? Absolutisht, janë bashk. Këta oligarkët, biznesmenët i kanë bashk. Këto i mbajnë, Mund të thoni emra? Po në pse emra nuk di, se nuk jam në prapavit të gjërave. Por e ndjej, aty që kam ndjerë në parlament, do thotë për shumë ligje që kanë kaluar me lehtësi këta, janë ligje që janë me emra, të gjitha janë ligje me emra. Gjithsesi, pra, ka mbetur dhe kjo gjysma tjetër, edhe kjo është Shqipëria. Turizëm elitar, provincë një grupi të vogël njerëzish, dhe në rast se këta nuk shkunden, dhe dyshoj që të shkunden,
Nuk e dia, do të flitet më shqip këtu në mbas 100 vitesh do të thotë. Gjë më e rëndë që ka thënë zonjë. Jo, do ta them. Si. Që mbas 100 vitesh nuk e di, a do flitet shqip më në këtë vend. Jo, kjo është trondice, kjo është kështu e ke ngulur në eshtër thikën. Edhe nëse këtu do të flitet shqip, do flitet vetëm prej Kosovës, jo prej nesh. Se ne s'kemi bërë asnjë detyrë që të mbetemi shqiptarë deri në fund. Ju deputetë vazhdoni të jeni akoma. Zotëri, unë i kam bërë të gjitha. Edhe në këtë sakrifica, në këtë po them heqja keqe që kam pas me partinë time, jam përpjekur t'i bëj detyrat e mia personale. Jo, si deputete ti mund të shkundesh e kryeministrit. Po. I kam thënë, të gjitha fjalët e mia i kam thënë, të gjitha klismat e mia i kam bërë, epike kanë qenë të gjitha, vetmitare kanë qenë apo jo, siç e thatë dhe ju. Jo, unë thashë shumë vetmitare ke qenë. Por nëse sot neve nuk marrim masa për arsimin, trashëgiminë kulturore, për gjuhën, për kulturën, për teatrot. Mbas 100 vjetësh nuk do flitet shqip? Nuk do do jetë vetëm me Bangladesha, me këto, do jenë vetëm provinca e këtyre, këta shqip do ta thonë shqipen si nostalgji të tyre, po këto do të jenë me këta se do ikin shqiptarët. Do të ikin shqiptarët. Se kontrollon njëri tregun, as për gjithësi, as për çmime. Më thuaj, pse ndodh kjo gjë? Sepse është uzurpuar. Jeta e shqiptarëve është e uzurpuar, e kontrolluar, është diktaturë me lule. Është diktatura që është diktatura e paras, më e tmerrshme. Zoj, brenda pak kohësh në Tiranë janë mbajtur 3 samite i fundit në datën 16. A je jepni meritën e Tiranës për këtë gjë dhe edhe për faktin që pritet vërtet si ka organizuar shumë mirë? Po. Zoti Rama është njëri me estetik, i themi gjërat apo ja. Unë kur kam hyrë në çfarë viti ka qenë kur e ka bojatisur Ministrinë e Kulturës? Më thonë një vit. Më thonë një vit. 98. Po sepse ishte shumë shëmtuar. 99, se 98 po sepse ishte shumë shëmtuar. Më thonë e kishte bojatisur me ngjyrat kuqe, fota kështu po. E kishte bojatisur. Po. Më bëri përshtypje për mirë. Sepse unë e njoh zotin Rama në rrethana të tjera. E di që është njëri estetik, është normal, ti themi gjërat apo jo. Çështja është edhe zoti Rama, ata që e përkëdhelin, që duket sikur e përkëdhelin, që i thonë tani viti 2027 ande këteja. Ju besoni që ne do bëjmë? Janë palavra. Se nuk do bëjmë? E thon Macron. Po shpërblemi është çfarë bëhet me standardet, po flas për standardet. Zonja, ai tha një fjalë që ne u gëzuam. Edhe para 30 sa, 27. Standardet, ku janë standardet? Më thoni standardet. Kam përshtypjen kur vi punat e standardet, ne do ta zgjasemi çik më shumë. Standardet që fillon nga drejtësia, që fillon nga çdo detaj, edhe trashëgimia kulturore, edhe mënyra se si vijnë deputetët, edhe mënyra se sa ajo që thua ti në parlament ka vlerë, bën efekt. S'bën efekt asgjë. Ti zojesh deputete, po në vendin tënd do jetë Zeqineja, e Fierit. Mund të jetë gotë e mirë, Zeqineja nuk e di. Tash, pse di? Përdesha Zeqineja. Jo, problemi është nuk e dim kush është, sepse Zeqineja më duket më Jo. Zoj, juve të njinim përpara se të bësh deputete, ose më saktë, më shumë je njohur si shkrimtare sa si deputete. Tani Zeqineja se jemi fare, ai mund të jetë zoj shumë e mirë dhe e nderuar në punën e vet, po Zeqineja nuk e di, prap shok do të jetë me Gazbardin që Ushane u bën, prap bashkë do të jenë aty. Fyrë do bëjmë bashkë. Unë këtë e kisha problem. Si them, një nga arsyet që s'jam përfshirë është fakti që unë nuk rrija dot më në një sallë me këta, me dhunuesit e mi. Nuk rrija dot. Kam qenë qartë. Tani Gazbardi me Zeqineja në një sallë, janë në një sallë. Në një sallë janë. Unë nuk rrija dot në një sallë. Unë nuk rrija dot në një sallë me dhunuesit e mi. Kaq, se bëj dot. Zonj. Po. Se ta mbyll dhe këtë se kam shumë rëndësi kjo që dua të them. Për çështjen për çështjen e Zeqinejas, por më shumë më shqetëson është një personazh tjetër, një far tërmet, se ç'është një që do të vijë ai. Kryetari i Bashkisë të Pelenës. Po ky zotëria nuk ka lënë të ngrihet një monument historik. I monumenti i Hormovës. Shikoni, keni qenë në Hormov në monumentin e masakrës Hormovës? Se le ky njeri ta ngrihet? Nuk e le të ngrihet. Nuk e le. Pse nuk e le? Ky ka hyrë në gjunaf me të vdekurin, ky do vi të rregulloj gjallët? Kush është ky? Çan këto më? Çan këto njerëz? Tani ka arsye pse nuk e le apo? Se si shton tani, siç më kanë shkruar ato që më kanë shkruar, që janë shqetësuarin çik ta grekët dhe nuk duhet që kjo masakra të dalë. Zotëri, kjo është historia çankëtore, çankëto. Mos janë të shit gjë këto. Pyesun tani publikisht. Mos është i shit ky zotëri të greku. Që na vjen parlament tani ky. Çfarë bën ky? Që nuk lejon ky të kujtohen 217 burra e gra që u therrën. Dhe më e bukur është
se unë isha tani me qësi ishe 111 vjetori, unë isha atë ditë do bëj një ceremoni, asnjë njeri nuk mori pjesë, përveç një grup veteranësh, njerëz të ndershëm që ishin vrarë familjarët, e dëgjova rralla që janë shitur, ato që u shiten shqiptarëve, që ka qenë ky, jo zotri, ka qenë generali De Vere, holandezi, dhe fotografit e tij bashkë me raportin e masakrës janë në arkivën e konferencës së Londrës, që Akademia e Shkencave të Shqipërisë akoma se ka hapur. Edhe pse një familjari zotit Gjinushi është mes viktimave të Hormovës dhe se kanë ngrit një herë zërin dhe se kanë zbardhur një herë të vërtetën. Shkojnë marrin fotografit, raportin e generalit De Vere e ta votojnë. Se kjo është e vërteta. Pastaj flasim për detin, flasim për gjitha, po kjo është këtu e vërtetë. Çfarë lloj kryeministri është Edi Rama? Sot qafo që bëj me ju këto biseda sepse ju njëri shumë i ndjeshëm për këto gjëra. Jo, unë se me të tjerë me bulmez që skuptojnë fare nga këto gjëra, unë i dukem atyre si UFO. Çfarë lloj kryeministri është Edi Rama? Narcist. Shumë narcist. Shumë. Në herë edhe jo se më vjen keq, nuk më vjen keq për zonjën Rama, për Linda Bën, sepse unë kemi mbaruar një shkollë. Kemi shumë vajzë mirë, e njoh shumë, është ekonomiste. Të thoshit se si e keni njohur. Jo, është e njoh që nga fakultetet, kam njohje tjetër, edhe më pëlqen shumë qëndrimet e saj, dhe them që ajo ka sakrifikuar diçka nga vetja e saj, për të duruar një narcist. Ti është bashkëshorte e një kryeminist. Unë thash ti është bashkëshorte e një kryeministi do durosh, po kjo i thoni ju. Por zoti Rama se di, ju shpjegova Shqipëria që dyshoj unë, po vjen. Nuk është pak, është tronditse, a kupton? Por shpresoj që masi ka mbaru këto kënaqësitë politike, po them gjithmonë, të mos zbresim në nivele vulgare, kënaqësitë politike që do bëj këtë të kthehet të kjo thelbësorja nëse do të hyjë në histori. Tani, Mehmet Çeu 27 vjet e 3 muaj, Edi Rama 16 vjet, Enver Hoxha 9 vjet 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet 1 muaj, Sali Berisha 3 vjet. 8 vjet. Po. Kjo statistikë është pa pyetje. Dua opinionin tuaj. E shpjegova pak që është çështje mentaliteti. Për shembull, ndryshe është kur ushqehesh me kalvinizmin, ndryshe është kur ushqehesh me pashaizmin, a kuptoni, ja dhe kjo lloj pranimi, dhe ne duhet jemi pak më refuzues, domethënë duhet hapemi. Them se tani shqiptarët kanë ndryshuar shumë mentalitet. Nuk është më ai adhurimi i njëshit që kemi patur. Kjo është pasojë e adhurimit të njëshit, të një kulture pashaizmi. Rama 16 vjet adhurimi i njëshit është kjo? Po pra. Por për mua, për shkakun kjo është shpjegimi që kam unë për këtë. Për shkakun unë ushqej ndryshe, holandezët janë ushqyer ndryshe, me një lloj transparencë tjetër që pritani s'ka god. Gat ka një tjetër, por gat në tokë këtu s'ka. Të gjithë janë të dërguarit e Zotit. Zoti është atje, larg, tjerët janë gjithë të dërguar dhe flasin me rreth. E ka fajin populli? S'jave do të populli të gjithë në një dosë të caktuar, por edhe ka fajin. Po sigurisht sepse se ka një teori po do tani, që ka fajin ky populli. Jo, shiko, popullit është sepse nëse ti përdor një politik, një sjellje politike që popullin do ta kthesh në mekanizëm, sigurisht ai si mekanizëm do të veprojë. Nëse ti popullin në administratën e ndryth dhe nuk bën reforma që ajo të jetë e depolitizuar, sigurisht që do ta përdorësh. Frika e rumë frika është merri. Çështja është si ta vrasim frikën. Ky është i gjithë problemi ynë sot. Si t'u vrasim frikën shqiptarëve, që të kuptojnë që vinë një herë në jetë, pra të kenë dinjitetin, integritetin e vetë personal në familjet e veta, e dyta të mos shiten lehtë. Kaq. Si t'ia vrasim frikën shqiptarëve? Politika ashtu i do. E kishit menduar ju që Edi Rama do ishte në pushtet dyfishin, si kryeministri i Sali Berishës dhe gati dhe dyfishi dhe Nuk e kam menduar kur kam hyrë, por tani e kuptoj. Përpiqem ta kuptoj tani. Pse do pushtetin Edi Rama? Shiko, do ta them me një shprehje të Adem Demaçit, që më ka thënë Adem Demaçi në një kafe tona, ka qenë në një nga promovimit të librave të mi, dhe takuam rastisht, kemi qenë Hotel Vjosën, që se mbani Hotel Vjosën mend, në hallin Hotel Vjosës në 2013, para se të prishej për kokën e që nuk e di me kuj është, dhe më thot, takoj Albin Kurti sa kishte fituar 1% dhe ishte në negociata mbase të bënte koalicion për të hyrë në pushtet. Ja shiko tha, duan tha, të hynë çunat tha, duan të hynë çunat ta në qeveri tha. Më i bi, kështu, Ademi.
është droga më e fortë që ka shpik njerëzimi pushteti. Droga më e fortë që ka shpik njeriu është pushteti. Kjo është. Mund t'i hapësh Edi Rama çdo drogë që thonë këto lart e poshtë, që s'm duket një çudi, po droga më e tmerrshme që merr Edi Rama është pushteti. Tani e vetme gjë që mund të bëj kapërcim është se do ta mbyllja këtu është për krijimtarinë tënde. Tani si deputete bëre një roman gjatë 4 vite ke shkruar? Jam shumë e lumtur që mbas datës 10 shtator do të jem më në fund në jetën time në shkrimtare në kohë të plot. Sepse jam tërhequr shumë lart e poshtë, kam folur, domethënë përveç veprave që dini zoti Qafoku, unë mund të kem mira faqe të folura. Jo, të folura. Se kam 35 vjet. Sigurisht. Mira faqe që as vetë si di ku janë si janë. Por dua të mbaroj, kam një libër historik që kam, por e pa them këtu te ju, s'ka arsye ta them diku tjetër, kam një libër kështu të shpejt, me penelata të shpejta politike, 50 shënime politike parasetiki. Kështu e kam titulluar. Parasetiki. Kapa direkt se. Dhe do ta botoj në qershor tani, e do ja çoj edhe në parlament, po. Penelata të lehta, jo libër i thellë. Se libri në analizës e kam një libër me analizë të thellë, ku i shpjegoj çdo detaj, që të metet në simas sigurisht me gjithë marzhin e gabimit tim në gjykim. Se jam unë gjykoj ashtu si gjykoj, me ndjeshmëri, ndoshta me një dozë ndjeshmërie. Aty janë përzierë edhe kujtime? Pak a shumë me në formë rrëfimi. Që të mos jetë një gjë. Historiografi ta shkruajnë historianët, unë s'jam e asaj. Unë shkruaj siç e ndjej, atë që unë e kam ndjer. Jo bëhet referencë. Po roman, sepse ajo është gjinja jote. Kam një roman të gjatë që më ka rrëmby vite të tëra. Nuk e dija që romani historik donte kaq shumë. Dhe kam e bindur që do të pëlqej sepse ta njoh nervin historik për 1914. Jam e mahnitur me 1914. E besoni zoti Qafoku, nuk ka për të ndodhur kurrë në historinë e Shqipërisë që në një ditë të caktuar të jenë aq shumë të huaj që nuk vinë për turizëm, po vinë për Shqipëri europiane. Më 7 mars 1914, dhe nuk ka ndodhur kurrë në aq metra katror sa ishte Durrësi, ti kthehemi Durrësit ishullor, që të mlidhen të gjitha mendjet shqiptare nga ishi nga sishi. Një densitet i mendjes shqiptare në 7 mars 1914. Dhe ato janë dhe panje filmike të para në Shqipëri. Ajo ditë nuk ka për të ndodhur. Ajo ditë nuk ka për të ndodhur kurrë në historinë shqiptare. Sa e bukur. Domethënë aty jam i bindur që dhe këta shembën konakun. Këta bastard. Ky është Edi Rama pra. Ky është Edi Rama sa do. Shembi Edi Rama. Jo. Edi Rama ishte kryetar bashkie atëherë? Edi Rama ishte? Jo, Edi Rama ka qenë kryetar bashkie atëherë. Po Vangjushi. Nuk e di pse po Rama me sa di unë. Zoti Gjushi ishte kryetar bashkie. Më falni, jo të mos. Rama ka qenë kryetar bashkisë Tiranës. Okej, Zoti Gjushi ka qenë kryetar bashkie. Zoti Gjushi. Këtë nuk e di, këtë nuk e di kush. Lutem. Të mos i devijojmë gjërat, marrim përgjegjësitë aty ku janë përgjegjësi. Jo flas për Ramën se. Jo vetëm që s'duhet ishte bërë veliera, po duhet ishte ngritur konaku ku ishte. Janë gjitha projektet, ngrije prap. Është historia jote zotëri. Historia e jashtëzakonshme. Europa jon përveç ato që i dinë gjitha, Europa jon fillon në ditë. Europa. Të gjithë mendjet tona europiane të hapura. Besoj e ke kolonelin Thompson në këtë roman? E kam kolonelin Thompson, por e kam me të vërteta që di unë. Jo të vërtetat që dini ju. Që ke ndryshuar versionin? Me të vërteta që di unë. Dhe kolonel Thompsonin, jo ta kam thënë një, ta kam shkruar. Po, kemi komunikuar në... Nuk e kanë vrarë shqiptarët. E kanë vrarë italianët. Bravo. Tash ne mund të themi çfarë duam shqiptarëve. Shqiptarët kanë bërë zullume sa të dush ato. E kanë vrarë italianët. E kanë vrarë italianët. Pse? Bravo. Pse? Unë e shpjegoj edhe në roman, po do ta shpjegoj edhe kam edhe me dokumenta. Kam botuar, zoti Qafu kam botuar në holandisht 15 vepra për 1914. Me dokumenta historike. Duan shumë para ti përkthej ti si shqip, por ekzistojnë. Kjo është e rëndësishme. Aty është e vërteta. Në mos sot, mas 10 vjetësh dikush tjetër do ta shfletoj, do ta bëj. Dhe fakti është që kolonel Thompsoni është vrarë me një plumb snajperi. Dumbabasit ton nuk ishin. Dhe jo nga armatimi që kishin shqiptarët aty. Atë e ka vrarë italiani, sepse e pasi rrezik edhe për ta ndëshkuar për arrestimin e 2 diplomatëve italianë. Bravo. Kjo është. Po flasim, do të kthehemi në një kohë tjetër. Jo, një pjesë mund të keni interes, një pjesë jo, po kjo është tash për të dukur kështu tani themi jo, kjo është historia. Sepse poezia e Nolit
Për Thompsonin dakord, aty janë. S'po them që s'është faj tyre. Është jashtëzakonshme. Po s'është faj tyre, kishim neve. O burrat e ura. Po mirë, po kishim neve faj në atë kohë që nuk i dinin të vërtetat? Po tani jemi 100 vjet më vonë, 110 vjet më vonë. Do të jemi më të ftohtë me histori, nuk mund të flasim dot. Dy gjëra më përshtypje. Po. Jashtë politikës. Ajo e Margareta Azlëk, edhe kjo e Thompsonit. Po. Ndërsa për politikën, unë të falenderoj shumë Tutraçka, unë e shijova shumë këtë bisedë, zakonisht shijoj bisedat kështu histori personale, po bisedë politike ti e shijova shumë sepse edhe kur nuk je dakord me ty, ti je qëndrueshme, konsistente, qëndron aty dhe ky stoicizmi yt të bën të rrisësh formatin tënd. Të falenderoj shumë qiq. Faleminderit, ti mbam në 35-ën kush i bënte debatet. Veç ti bënte mbreti kur ti bëshin ato që duhet i bëshin, shkonte i bënte mitat frashër. Ju dini mirë këtë histori. Kështu që po ai parlament zoj se kemi 105 vjetorin në vitin tjetër, po ai parlament me ata oratorë si madje Ali Kërcyra mbahet si oratori i parlamentit, s'kama. Zoj, falenderit edhe një herë. Falenderit shumë. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.